Lavdëroni Zotin, se është i mirë. Alleluia. Sot do të flasim për një temë që ka lidhje me lutjen, por se si organizohet lutja gjatë ditës. Dhe do flasim për lutje që bën kisha, që të dimë se si lutet kisha dhe të krishterët. Dhe Apostulli Pavli në letrën e tij drejtuar Thesalonikasve thotë lutuni pa pushim. Dhe patjetër që kisha e ka marrë këtë fjalë të Apostullit Pavlit jo thjesht si një ide të Apostullit Pavlit, por si një frymëzim të shpirtit të shenjtë, të shpirtit të Perëndis. Prandaj edhe kisha, kur ajo u frymëzua, pra mbas ditës Pentekostis, por dhe sidomos dhe kur u shlirua nga persekutimi 3 shekullor që i bëri Perandoria Romake, u përpoq të organizoj pastaj edhe shërbesat fetare dhe të organizoj atë lutjen për gjatë 24 orëshit që të përshtatej me atë çfarë thot i frymëzuar nga Shpirti i Shenjtë Apostulli Pavli, lutuni pa pushim. Dhe kisha ka shërbesën e orëve dhe duhet dim se judejt nuk e ndanin orën siç e ndajmë neve me orë, po e ndanin me disa periudha. Ata kishin ora e parë që fillonte në orën 6 të mëngjesit, pra kur agonte dielli, ora e tretë, do me thënë që lidhe korespondonte me orën në 9, që kemi ne, ora e 6 që korespondon me orën 12, dhe ora e 9 që korespondon me orën 3 mbasdite. Kështu pra e ndanin ata ditën, dhe edhe kisha e mori këtë traditë, dhe sidomos në për manastire kemi këtë traditë të shërbesës së orëve, ku janë disa lutje të veçanta që luten të krishterët, sidomos murgjit që janë të rrequr nga bota që t'i kushtojnë Perëndis në adhurim, në falendërim dhe në lutje, dhe jo vetëm për vete, por në emër të kishës dhe për gjithë krishterët, dhe ata mbajnë këtë sistem të lutjes së orëve. Për shembull, ora e parë, që korespondon me orën 6 të mëngjesit, është ora pas lindjes së diellit, dhe këtu patjetër që neve i lutemi Perëndis që të na bekojë këtë ditë të re, dhe ashtu si shfaqet drita fizike, drita e diellit, dhe largon errësirën e natës, kështu neve e shikojmë diellin si një simbol të dritës hyjnore. Prandaj dhe tradita e kishës ortodokse është që të lutet nga lindja, nga lind dielli. Jo se ne adhurojmë diellin, si adhuronin paganët, edhe ilirët e adhuronin diellin, por ne shikojmë diellin si një lloj ikone, një lloj shëmbullese të Krishtit që është dielli i drejtësisë. Prandaj edhe lutemi në mëngjes, në lindje, ti kërkojmë Zotit një bekim për ditën e re që agon, për këtë mundësi të re që Perëndia na ka dhënë, për të adhuruar Perëndin, për të falendëruar Perëndin dhe për të kërkuar ndihmë për bekimin e ditës. Një ditë që fillon pa lutje është një ditë e nisur gabim, është një ditë e çuar dëm. Prandaj edhe arsyeja pse ditët neve na shkojnë kot, ose nuk i përmbushim qëllimit që kemi caktuar për atë ditë dhe punët nuk na shkojnë bar, është se e fillojmë pa lutje. Nuk po themi që duhet patjetër të ngrihemi në orën 6 të mëngjesit dhe të bëjmë shërbesën e orës së parë, thash këtë e bëjnë ata të krishterë që kanë mundësi, por kur ngrihemi në mëngjes për të filluar aktivitetin e ditës, patjetër që duhet ta fillojmë me një lutje të shkurtër, të kthehemi nga lindja, aty ku kemi vendosur dhe ikonat, dhe të falenderojmë Zotin që na ruajti gjatë natës dhe t'i kërkojmë ndihmë për ditën. Në orën e parë është dhe një lutje që thuhet që mund edhe ta mësojmë.
O Krishti e drita e vërtet që ndriçon dhe shenjtron çdo njeri që vjen në botë. U shënoft mbi ne drita e fytyrës sate që të shohim dhe ne dritën e paafrueshme dhe drejton në hapat për të kryer porositë tua me ndërmitimet e nënës sate gjithë kulluar dhe gjithë shenjtorëve tu. Amin. Kjo është një lutje që bëhet në orën e parë të mëngjesit, në orën 6. Kemi orën e tretë që thash korespondon me orën e 9 të mëngjesit. Ora 9 e mëngjesit nuk është një orë e çfarëdoshme, sepse në këtë orë ne kujtojmë zbritjen e Shpirtit Shenjtë mbi apostujt, të cilët ishin të mbledhur në atë shtëpi, ku ishte shtëpia e ungjillorit Mathe, dhe atje pra Krishti krevi darkën mistike, por aty dhe ata u mblodhën në katin e dytë të shtëpisë dhe aty erdhi Shpirti i Shenjtë në orën 9, në orën e tretë që korespondon thash me orën e 9 të mëngjesit. Prandaj edhe në këtë orë ne i drejtohemi Perëndis që të na mbushi me Shpirtin e Shenjtë. Madje thuhet edhe një pjesë nga Psalmi 51 vargu 10-12 kur thohet: "Krijo zemër të pastër tek unë o Perëndi dhe për të rit frymë të drejtë në thellësitë e zemërsime, sepse që Shpirti i Shenjtë të vi brenda nesh, duhet krijojmë kushte. Kur na vjen një mik i rëndësishëm, ne patjetër pastrojmë shtëpitë tona për nder të mikut. Edhe që duam të vi Shpirti i Zotit, Shpirti i Krishtit, Shpirti i Shenjtë, ne duhet ta pastrojmë zemrën tonë. Pra, është një lutje edhe veçantë që i bëhet Shpirtit të Shenjtë në orën e tretë, pra që edhe tek ne të rizbresi Shpirti i Shenjtë, të na mbushi me fuqinë e Tij për të bërë ato çfarë do Perëndia, sepse ne pa fuqinë e Shpirtit të Shenjtë nuk mund të bëjmë dot asgjë. Si thotë apostulli Pavli, pa Shpirtin e Shenjtë nuk mund të themi që Krishti është Zot. Aq më tepër dhe të bëjmë gjëra të tjera. Është dhe një lutje që mund ta bëjmë në orën e tretë që bie në orën e 9 të mëngjesit. O Zot Perëndi, Ati të fuqishëm, Zot biri vetëm lindur Isu Krisht dhe Shpirti i Shenjtë, një uni, një fuqi, mëshiro mua mëkatarin dhe për fajet që Ti i di shpëto mua shërbëtorin tënd të padenj, se i bekuar je në jetë amin, dhe përmes gjykimeve që kemi krijuar, shpëton mua shërbëtorin të padenj, se i bekuar je Ti në jetëve amin. Pra kjo është një lutje që mund t'ja bëjmë Perëndis në orën e 3 që korespondon me orën 9 të mëngjesit. Ora e 6 korespondon me orën e 12 të mesditës. Është ora kur Krishti u kryqëzua. Ashtu si thuhet dhe tek Ungjilli sipas Lukait, ishte afërsisht ora 6 dhe errësira mbuloi gjithë vendin deri në orën e 9. Ktu ungjillori Luka po flet me orën e judenëve. Pra, ora e 6 korespondon me orën e 12 tonën, mesdita. Në mesditë Krishti u kryqëzua dhe qëndroi deri në orën 3 ose 15, si kemi neve, dhe siç na thot edhe ungjillori dhe Joan. Por, pra, në këtë orë neve lutemi dhe kujtojmë kryqëzimin e Zotit tonë Jezu Krisht, i cili u kryqëzua për të shlyer fajin e Adamit. Dhe kur flasim të Adamit, gjithë ne që vim nga fara e Adamit. Është një lutje e shkurtër që mund ta themi në këtë orë, Ti që në ditën dhe në orën e 6 mbërtheve mbi kryq mëkatet që guxoi dhe bëri Adami, dhe në parajs grise o Krisht Perëndi dhe dorëshkrimin e fajeve tona dhe shpëtona. Amin. Atëherë vim pasaj në orën e 9. Ora e 9 korespondon me orën 15:00 ose 3 pasdite, është koha kur Isu Krishti dha frymën në kryq. Pra, siç na thuhet edhe tek Ungjilli sipas Mateut, dhe rreth orës së 9 Isu i thiri me zë të lartë dhe dha frymën. Pra, në këtë kohë ne i lutemi Perëndis atë që ai nga dashuria e Tij dërgoi birin e Tij dhe falenderojmë birin që nga dashuria për Atin dhe dashuria për ne dha frymën e Tij si njeri në kryq, dhe kjo u bë me fuqinë e Shpirtit të Shenjtë. Pra, është një orë e veçantë që neve, si them, falenderojmë Perëndin për atë vepër shpëtimtare, siç thuhet tek Ungjilli sipas Joanit, ai shumë e deshi Zoti botën sa dha birin e vetën, që kushdo që të besoj tek ai mos të mbas,
po të ketë jetë të përjetshme. Siç na thuhet për shembull dhe një nga uratat e Shën Vasilit, që e themi në këtë orë, në orën e 9 ose në orën 15 mbasdite, o Zoti Krisht Perëndia ynë që u tregove zëmërgjër për fajet tona dhe na solle deri në këtë orë ku i varur mbi kryq jetëbërës i tregove kusarit mirënjohjes hyrje në parajs dhe zhduke vdekjen me vdekje. Le të di keqtë për shërbëtorët e tu, mëkatar e të padenj, sepse mëkatuam dhe shkelin ligjin dhe nuk kemi të denjë të ngrep syt dhe të vështrojmë lartësinë e qiellit, sepse braktisëm rrugën e drejtësisë tënde dhe ecën sipas dëshirave të zemrave tona. Por i lutemi mirësisë tënde të pahashme, të ardhë të keq o Zot sipas mëshirës tënde të shumtë dhe shpëtona për emrin tënd të shenjtë, se ditët tona humbën kot. Shiroa nga dora e armikut dhe ndjenja e mëkatit dhe bëhet të vdekur mendimin ton trupor, që duke hedhur te njeriu e vjetër të veshim të riun dhe të rojmë bashkë me mbrojtjen dhe Zotin ton dhe duke ndjekur kështu urdhrat e tua, të arrijmë në prerën e përjetshme ku është banesa e gjithë atyre që dëfrejnë se ti je dëfrimi dhe nga zëllimi i vërtet i gjithë atyre që duan, o Krisht Perëndia ynë, dhe ty ta drejtojmë lavdim bashkë me atin tënd pa fillim dhe shpirtin tënd të tërshenjtë, të mirë dhe të bërës, tani e për erë e një tjetër. Amin. Kjo është shërbesa e orëve që bëjnë të krishterët, pra në 4 pjesë të ditës. Pra flasim ora e parë, i përsërisim, korrespondon me orën e 6 të mëngjesit, ora e 3 korrespondon me orën 9 të mëngjesit, ora e 6 korrespondon me orën 12 të mesditës dhe ora e 9 korrespondon me orën 15. Në gjitha këto orë kemi disa ngjarje historike për shpëtimin tonë që kanë lidhje me Zotin. Por le të flasim dhe për disa shërbesa tjera që ne i njohim. Një nga shërbesa e mbrëmësores. Shërbesa e mbrëmësores është shërbesa që bëhet zakonisht në orën 5 ose 6 mbasdite. Kjo është ora që u tundua Eva në parajs. Pra në të perënduar të diellit, atëherë djalli shfrytëzoi këtë kohë dhe vajti tundoi Evën. Dhe fatkeqësisht Eva e pranoi tundimin e djallit, hëngri frutin e ndaluar dhe ja dha burrit. Në këtë orë kisha bien këmbanat, që të ftoi besimtarët dhe mbrëmësoria është si një përgatitje për të përfunduar ditën dhe për të hyrë në ditën e re, ose është një rrugtim nga dhjata e vjetër tek dhjata e re. Prandaj dhe lexojmë edhe psalmin nistor, beko Zotin në shpirtin im, ku përmendim të gjithë krijimin që ka bërë Perëndia, atë që është krijimi fizik dhe lavdërojmë gjithë shka që ka bërë Zoti. Dhe në mbrëmësoren e themi dhe atë troparin o dritë gazmore. Pra, pavarësisht se vjen mbrëmja dhe vjen errësira, neve të krishterët nuk mbetemi në errësirë. Nuk flasim këtu për errësirën fizike, flasim për atë errësirën shpirtërore të padijes, por ne kemi atë dritë të papërënduar që e solli Krishti në tokë. Prandaj këndojmë dhe atë o Isu Krisht dritë gazmore, lavdisë së shenjtë të Atit pavdekshëm qiellor, të shenjtë e të lumur, si arritën në perëndimin e diellit dhe pam dritën e mbrëmjes, y ymnojmë Atin, Birin dhe Shpirtin e shenjtë. Amin. Po ashtu, mbrëmësoria është si kalimi nga dhjata e vjetër tek dhjata e re, pra lëm të gjithë përgatitin që bëri populli i Izraelit, e risjedhin dhe njerë me anë të ligjit, me anë të profetëve, që na çon tek Krishti. Dhe kur vjen Krishti, atëherë gjithçka ka mbaruar si përgatitje. Prandaj themi dhe troparin që tha dhe Shën Simeoni, i cili priti Krishtin në krah. Tha, tani përlëshoj shërbëtorin tënd o Zot sipas fjalës sate me paqe. Sytë e mi pan shpëtimin që ke përgatitur faj gjithë popullit, dritë për ndriçim paganëve dhe për lavdi të popullit tënd Izrael. Kështu, në mbrëmësore, ne, presim Krishtin dhe kur Krishti vjen tek ne, atëre ne, përlëshohemi në Zotin. Nuk është se përlëshohemi për të vdekur, por i kërkojmë Zotit që të na lejojë me bekimin e kishë shkojmë në shtëpi tona. Por, duhet dim se mbrëmja është dhe një përgatitje edhe për vdekjen. Prandaj, neve shkojmë në shtëpi tona dhe
përgatitemi që Zoti të na ruaj dhe gjatë natës, por dhe të kemi një vdekje dhe të krishterë, sepse ka dhe të krishterë dhe njerëz, po flasim për të krishterë, që mund të jetë dhe nata e fundit dhe mund të vdesin atë natë. Mund të largohen nga kjo botë natë. Prandaj është shumë e rëndësishme të themi shërbesën e mbrëmësores. Përveç shërbesës së mbrëmësores, kemi dhe një shërbes tjetër që është ajo që ne përgatit për gjumin. Gjumi është simboli i vdekjes. Prandaj, dhe kur shkojmë për gjumë, si thash dhe për mbrëmësoren, ne përgatitemi për të dhënë gjithë veten tonë tek Zoti në një farë mënyrë për pësuar një vdekje. Shumë njerëz e kanë të vështirë të kuptojnë çfarë është vdekja. Por për ditën e vdesin. Vdekja është si ajo që flëm gjumë, ku neve të lodhur, truri lodhet dhe shkëputet aktiviteti trurit. Pra disa zona të trurit të cilën na lidhin me ambienti përreth, ato flën. Dhe neve shkëputemi nga realiteti fizik, nga komunikimi, nga gjithçka që shohim dhe dëgjojmë. Është vdekja. Kjo është vdekja. Edhe mbulesat që ne hedhim janë si ajo qefini që mbulohet një vdekur ose si varrimi që i bëjmë vetes tonë. Pra kjo është ikona e vdekjes. Dhe para se të shkojmë në gjumë që është një ikonë e vdekjes, atë ne i lutemi Zotit që të na ruaj gjatë orëve të gjumit, që neve nuk jemi të zgjuar dhe nuk dim se si të reagojmë. Prandaj i lutemi dhe kërkojmë edhe ndihmën e angjëllit rojtar. Është shumë e rëndësishme kjo. Sepse angjëlli rojtar është ai angjëll, është bodyguardi ynë, si mund ta themi, që Zoti na ka dhënë në ditën e pagëzimit, i cili rri me ne, jo vetëm ditën, por dhe natën. Unë e kam angjëllin këtu, ju e keni aty, ne nuk e shikojmë, por angjëllit tanë janë këtu, të cilët na ruajnë neve, lutem bashkë me ne, kërkojnë ndihmën e Perëndisë për ne dhe do na braktisin vetëm në ditën e 40 pas vdekjes. Pra do na shoqërojnë edhe kur shkojmë tek Zoti, qofse do arrim t'i kalojmë ato pengesat e doganave, dhe deri në ditën e 40 që shpirti kalon procesin e vet, kur në ditën e 40 shpirti vendoset në vendin që do Zoti, atëre angjëlli na largohet dhe shkon në një detyrë tjetër. Pra, është angjëlli që qëndron me ne. Edhe gjatë natës ai na mbron me krahët e tij. Por kë mbron? Mbron ata të krishterë që e therrasin atë, e lusin atë. Angjëllit na respektojnë në lirin tonë. Qofse ne i thrasim, ata afrojnë. Në qofse ne jemi neglizhent, përtac, lutemi, ata largohen, luten për ne, por nuk na afrohen, sepse thonë këta nuk na duan, nuk na pranojnë. Prandaj është shumë e rëndësishme për të thënë lutja e angjëllit rojtar. I kemi shumë detyrime këtij angjëlli, i cili është besnik i yni deri në fund. Prandaj është shumë e rëndësishme edhe pasdarka, që thuhet si një shërbes para se të flëm gjumë. Në shërbesën e pasdarkës kemi edhe një shërbes tjetër që ne mund ta gërshetojmë, është shërbesa e himnit akathist. Jo të gjithë himnin akathist që e themi gjatë periudhës së kreshme të mëdha, por themi vetëm përshëndetjet. Është shumë e rëndësishme të thuhet bashkë me pasdarkën. Pra, kur themi mbas besores, aty mund të fusim përshëndetjet e Virgjeshës Mari Gëzori Plotë. Dhe mbas asaj vazhdojmë shërbesën, sepse vetë Tërshendja ka thënë, ata që do ma thonë shërbesën e akathistit, e përshëndetjet, si që kemi, unë do ta kujtoj atë njerit, atë krishter, jo vetëm nuk të jetë, por edhe kur të vinë në gjyqin e madh të Zotit. Është në interesin ton që neve t'i themi gëzohu Virgjeshë Zonjë Mari, dhe kur themi asaj gëzohu, ajo na gëzon neve me hirin që ka si hir plotë. Prandaj është mirë që ta gërshetojmë. Kemi dy pasdarka, pasdarkën e vogël dhe kemi dhe pasdarkën e madhe që e themi gjatë kohës të kreshme të mëdha. Por pas mbrëmësores dhe pasdarkës kemi dhe një shërbes tjetër që është shërbesa
e mëngjesores. Pra, kur fillojmë ditën, neve në këtë shërbes të mëngjesores, themi dhe ato orët, zakonisht thuhen këto orët, për arsye sepse nuk mund t'i themi edhe gjatë ditës, por shërbesa e mëngjesit na përgatit neve për të filluar një ditë të re, është shumë e rëndësishme kjo, sepse pa Zotin nuk mund të bëjmë dot asgjë, dhe diçka tjetër, në shërbesën e mëngjesit ne lexojmë edhe pjesë nga shkrimi i shenjtë, lexojmë nga veprat e apostujve, letrat e apostujve, lexojmë edhe nga Ungjilli. Është shumë e rëndësishme kjo. E neglizhojmë, e anashkalojmë dhe si mundet neve të ecim çdo ditë me Zotin, sepse neve tani jetojmë, tani veprojmë, ne nuk mund të mendojmë për të nesërmen, nuk e dim se çfarë do bëhet për nesër, ne tani, si thot dikush, unë mendoj deri për në drek, për mbas dreke nuk mendojmë më. Pra, ne nuk mendojmë se do jetojmë sa duam ne. Çdo ditë është një mundësi e re. Dhe çdo ditë duhet fillojmë me bekim. Dhe çdo ditë duhet fillojmë me orientim që na jep Zoti nëpërmjet shkrimit të shenjtë. Prandaj, këshilloj që të lexohet pjesa e shkrimit të shenjtë që ka caktuar Kisha, sipas kalendarit liturgjik. Sot mjetet janë nga më të shumtat për të dëgjuar, për të lexuar. Pra kemi edhe në shkrimin e shenjtë, çdo njeri mund ta ketë personal, jo siç ishte më përpara që ishte ta ble me flori, ungjillin ta lexoje, dhe njerëzit çfarë dëgjonin kish, sot çdo kush mund ta ketë. Mund edhe ta dëgjosh në radio, mund ta klikosh dhe ta lexosh ose ta dëgjosh në internet, sot mundësit janë pafund. Por dëshira ka rënë. Dhe si mund të quhesh i krishterë ortodoks kur ti nuk lexon fjalën e Zotit? Nuk e fillon ditën me fjalën e Zotit. Fatkeqësisht, shumë njerëz, madje edhe të krishterë, fillojnë ditën me horoskopin, e fillojnë ditën me lajmet, e fillojnë ditën me leximin e gazetave, por të lexuar 5 minuta janë shumë. 2-3 minuta. Gjysmë faqe Ungjilli, ose nga letrat, se nga veprat e apostujve që jep Kisha, përtojnë. Dhe pastaj thoj jemi të krishterë. Çaj krishteri je? Ai që nuk do të lexoj shkrimin e shenjtë, ai është në prag të vdekjes shpirtërore, thon shenjtorët. Kjo është e padiskutueshme. Nuk duhet filluar dita, nuk duhet ngrënë mëngjes pa lexuar shkrimin e shenjtë. Njeriu nuk jeton vetëm nga buka, apo nga çdo fjalë që thot Perëndia. Lexo shkrimin e shenjtë, pastaj filloje ditën. Pse duhet ta lexosh? Në fillim, dhe s'duhet ta lexosh në darkë, duhet ta lexosh në mëngjes pra. Pse? Sepse ajo fjalë që ti lexon në mëngjes do të bëhet realitet gjatë ditës dhe do ndodhin ato ngjarje si lexon në Ungjil ose tek letrat dhe ti do veprosh ashtu si ke lexuar. Por kur thua nuk di si të veproj ose kur vepron gabim, kush ta ka fajin? Është si dikush që merr një makinë dhe del rrugëve pa ditur qarkullimin rrugor. Atëre do marrë gjop, do penalizohet, do aksidentohet dhe faji është i gjithë i atij. Faji është i gjithë i joni kur ne bëjmë veprime nga padia, sepse nuk duam lexojmë. Nuk po flasim këtu për fëmijë, nuk po flasim për analfabet, nuk po flasim për të verbër, po flasim për njerëz që kanë shkollë, kanë sy, kanë vesh, pra që kanë mundësi. Dhe pra, i themi të gjitha këto për të kuptuar se si do të organizohet dita. Dhe në fund themi dhe këtë, patjetër dikush mund të thotë që ne nuk mund t'i bëjmë gjitha këto lutje. Dhe normalisht, ata të krishterë të cilët kanë një jetë aktive në botë, nuk mund t'i bëjnë të gjitha, sepse duhet lënë punë të tjera. Për të djegur këtë ritëm të kishës, të një lutje pa pushim, e bëjnë disa njerëz që quhen murgjër. Ata u larguan nga jeta familjare, nga gjithë detyrimet, për të bërë një jetë kushtuar lutjes. 3 betime ka murgu, pra mos martesa, vigjeria, papronësia, që ai të jetë i lirshëm për Zotin. Prandaj, edhe ata jetojnë me lëmoshat e besimtarve, ngrihen manastiret, krijojnë këto qendra që ata të luten, kanë mundësi të luten. Por, për neve që jemi në botë,
atë ne do bëjmë një gjë të reduktuar. Ë? Dhe shkonin tek Shën Serafimi i Sarovit, shkonin shumë punëtor ose buqër ose njerëz të merrshëm me punë fizike. Dhe i thoshin ne nuk mund ta ndjekim dot të rritëm lutje që bën murgjit, manastirit ose edhe kisha, se prifti këtë detyrë ka të lutet, dhe duhet i bëj shërbesat mëngjesore, mbrëmsore, pas darkë, gjitha. Po flasim për popullin, për laikët. Atëherë Shën Serafimi i Sarovit ju thoshte një gjë origjinale duke përmbushur atë që thotë dhe Shën Pavli, lutuni pa pushim. Dhe thoshte, në qoftë se ju nuk keni mundësi të luteni me ritmin e kishës, atëherë në mëngjes herët, kur të parë nisur aktivitetin fizik dhe punët e ndryshme që keni, shkoni tek ikonostasi nga lindja dhe thoni 3 herë aty që jeni në qiell, 3 herë të meriton me të vërtet, pra kushtuar të shenjtës, është tropari, dhe thoni dhe simbolin e besimit. Dhe pasaj gjatë ditës thoni vazhdimisht lutjen që është lutja e zemrës ose lutja e doganjerit. Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndis, mëshiron mua mëkatarin. Prandaj kemi edhe atë kombaskinin që kemi si një mjet ndihmës. Dhe kur je vetëm mund ta thuash me zë, kur je me njerëz mund të thuash pa zë. Këtë bëheni deri në orën e drekës. Mbas orës së drekës, atëherë thua e përmbi shenjtë ty lindse Mari, shpëtona. Këto janë lutje shumë të shkurtra që njeriu i mban mend dhe mund t'i përsërisi. Këto janë, si them, frymarrja shpirtërore. Dhe kur vjen darka, atëherë përsëri, me që jemi të lodhur dhe nuk mund të kemi, si them, fuqi për të qëndruar, për të bërë një lutje më të gjatë, flasim kur ata janë vërtet të lodhur, jo ku janë përtac, se këtu duhet pasur edhe shumë kujdes, kur s'ke mundësi, atëherë mund thuash përsëri 3 herë aty, 3 herë të meriton, simbolin e besimit, dhe kështu thot e mbyllë ciklin e lutjes, që është një lutje pa pushim. Me këtë lutje, thot Shën Serafimi i Sarovit, jo vetëm do shpëtoni, por dhe do shenjtëroheni. Prandaj, ka mënyra për të lutur pa pushim. Çështja është që neve duam apo s'duam. Kisha në ritmin e saj e bën lutjen për me anë të klerikëve, me anë të murgjeve, për popullin e Perëndisë dhe për gjithë botën. Por dhe neve duhet të lutemi. Në qoftë se ne nuk lutemi, nuk ka shpëtim, sepse Zoti respekton lirin. Lutuni dhe do t'ju jepet. Po s'u lute, Zoti nuk të jep. Prandaj, le të bëjmë këtë që thot Apostulli Pavli, lutuni pa pushim, ose me ritmin e kishës, ose me një lutje më të moderuar, siç na këshillohet edhe Shën Serafimi dhe shenjtor të tjerë, me lutjen Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndis, mëshiron mëkatarin, ose përmbi shenjtë y lindse Mari, shpëtona. Amin. Laudero